Elvis Doçi, Indrit Afili, Orget Shqevi, Artan Sulejmani, Orges Molla, Suel Delezi, Ekil Nderjaku, Hasan Derjaku, Altin Morina, Armand Tragaj, Rando Aliu, Musa Korça, Alfred Hysa, Altin Pietri, Ligor Çombashi, Edmond Çupi, Naim Behluli, Edison Cukaj, Erviz Deti, Sergio Shkodra, Bexhet Mema, Emri Husenaj, Artur Shkoza, Sokoli Steri, Ervin Zeqiri, Gëzim Thartori, Ledio Bardhi, Eugene Drazhi, Erin Tlasku, Adi Çoba, 30 emra, shumica nga të cilët, të paktën deri 2 ditë më parë, nuk kishin asnjë sketë kriminale të regjistruar më herët brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, ndërsa sot u njohën me masën e sigurisë së dhënë nga autoritetet italiane në kuadër të një hetimi të përbashkët me prokurorinë e posaçme antikorrupsion në vendin tonë. Hetimi mban numrin 36 dhe u regjistrua nga SPAK në vitin 2019, atëherë kur homologët italian kërkuan ndihmë juridike me qëllim formimin e një skuadre të përbashkët hetimore, bëj fjalë për ruajtjen, mbledhjen e të dhënave, akteve dhe provave, si dhe survejimin e vazhdueshëm të këtyre 30 personave, tashmë me masën e sigurisë arrest me burg, të cilët dyshoheshin si të përfshirë në një organizatë ndërkombëtare të trafikut të kokainës dhe heroinës, dhe që bazën e kishin në qytetin bregdetar të Durrësit. Pjesë e këtij grupi në bazë të provave të mbledhura ishin dhe shtetas të kombësive të tjera, kryesisht italian. Sipas hetuesve italian dhe shqiptar, ky grup paratë e përfituara nga trafikimi i lëndëve të forta narkotike në tregun evropian dhe më gjerë, edhe nga Turqia dhe vendet e Amerikës Latine, i investonin në vendin e origjinës, pra në Shqipëri. Ura do të quaj ky mega operacion që dërgoi në çmontimin e kësaj organizate, që kishte lidhje të forta me 2 grupe të strukturuara në Itali, por lidhje jo më pak të forta edhe në Gjermani, Holand, Turqi dhe Ekuador. Mori këtë emër për shkak të përdorimit të rrugëve detare për të kryer jo vetëm trafik lëndësh narkotike, por dhe trafikun e parave të përfituara atje, duke përdorur linjën nga porti i Barit në Itali deri në portin e Durrësit në vendin ton. 7 vjet hetime komplekse, prova të mbledhura, gjurmime, arestime, sekuestrime tonelatash droge në porte të mëdha të kontinentit evropian, sekuestrime miliona euro shkesh, transkriptime mesazhesh të koduara nga Sky ECC dhe Encrochat, dëshmitë të penduarve të drejtësisë që bën të mundur finalizimin dhe tronditjen në themel të një prej grupeve që kishte arritur të bëhej superior në treg, duke ulur ndjeshëm çmimin e kokainës së pastër. Informacionet përfundimtare të këtij operacioni u depozituan fillimisht më 15 shtator 2023 dhe mëtej u ndoqën me hetime, prova dhe fakte shtesë, u kryqëzua me përgjime dhe dëshmi. 2 janë emrat e parë të cilët dalin në biseda dhe përgjime, Adi Çoba dhe Rigel Spresi, të 2 në role aktive, të 2 të afërt dhe të njohur me Elvis Doçin, apo të njohur ndryshe si Visi i Pojës. Italianët dhe shqiptarët thonë hetimet e tyre se nga aktiviteti i përgjimit janë përftuar të dhënat e qarta për figurën e shtetasit të njohur si Visi i Pojës, si kreu i një grupi të fuqishëm kriminal shqiptar i dedikuar në trafikun ndërkombëtar të drogës. Të dhënat e para filluan të regjistrohen në fillim të vitit 2020, atëherë kur në automitin e Rigel Spresit u vendos nga antimafia italiane përgjues, përmes të cilit u përftuan të dhëna me mjaft interes për hetimin. Ndërkohë, për Adi Çobën, thonë hetuesit që është në gjendje të menaxhojë marrëdhëniet nga Shqipëria me grupe të tjera kriminale, duke e lejuar atë të furnizojë në mënyrë të qëndrueshme ndër vite me lëndë narkotike si heroin dhe kokain. Çoba kishte komunikime të vazhdueshme me Gertin Aliu, të cilët kishin lidhje me furnitorë të tjerë të lëndës narkotike në Shqipëri. Droga nga Shqipëria ka qenë në jo pak episode, e një ndër to ishte dhe sasia e sekuestruar pas kontrollit të bërë në një kamion të drejtuar nga Arsen Leskaj, i cili duhet i dorëzonte ngarkesën me heroin të pastër e Rigel Spresit dhe Gencit e Lollarit në Itali, ndërsa kontributin kryesor ja atribuojnë Visit të Pojës, Elvis Doçit. Vera 2020 është një tjetër pikë kyçe që ka shërbyer për hetimin në çmontimin e kësaj organizate. Këtu u morën dhe indicjet e para të lidhjes së grupit shqiptar me grupet italiane, të cilët po ashtu operonin në trafikun e lëndëve narkotike, ura lidhse
ishte Adi Çoba. Por si e lidhën italianët Adi Çobën me Elvis Doçin? Ky moment, pra bisedat e dekriptuara të Çobës me shtetasin italian Angelo Zazzarelli, si dhe bisedat e zbardhura të kodit të dyshuar, si të përdorur nga Elvis Doçi, dërguan në lidhjen finale mes këtij rjeti, fotografitë e pakove të lëndës narkotike që Çoba i dërgonte Zazzarellit ishin të njëjta me ato të dërguara nga Elvis Doçi. Por jo vetëm kaq, në bisedat e dekriptuara duket qartë se Visi Pojës kishte kontakte të forta dhe në shtetin gjerman. Në një nga bisedat e shkëmbyra me Adi Çobën, flitet me detaje se ku do të shkonte kokaina, si dhe cila do të ishte mënyra që do të merreshin parat dhe ku do të dërgoheshin ato. Antarët dhe kreu i grupit kujdeseshin që vendet ku bëheshin dorëzimet të ishin sa më të sigurta në mënyrë që të mos binin në sy të autoriteteve. Mik paketoja parat në qese me vakum, pasi ai duhet të marrë dhe të tjera. Në mënyrë të përmbledhur, u konstatua se 8 kg kokain mbërritën në Itali në bazë të marrëveshjeve të bëra në një bisedë të koduar mes Adi Çobës dhe Elvis Doçit. Visi Pojës, i cili përveç se ishte përgjigjës për sjellje në lidhje me shitjen e 8 kg kokain në favor të grupit që i atribuohet Adi Çobës, është përmendur disa herë gjatë disa bisedave të përgjuara mes të dyshuarve si një kontakt i rëndësishëm në Shqipëri për një grup të organizuar dhe që vepronte në disa shtete në lidhje me trafikun e lëndëve narkotike. Por si lidhen emrat e tjerë në këtë dosje me grupin e troplinëve dhe cili ishte roli i secilit? Dy emra jo pak të rëndësishëm janë Orges Molla dhe Suel Delezi, të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal të vendosur në Shqipëri, duke promovuar, financuar, organizuar një grup kriminal të aftë për të importuar dhe eksportuar sasi të mëdha të lëndëve narkotike nga Amerika e Jugut. Më konkretisht, roli secilit prej të dyshuarve në kryerjen e veprave penale është si vijon. Suel Delezi, së bashku me shtetas të pa identifikuar, kanë patur rolin e porositësit dhe financuesit për blerjen e lëndës narkotike. Shtetasi Orges Molla ka patur rolin e pjesëmarrësit në grupin e strukturuar kriminal, organizimin e punës, si dhe atë të ndërmjetësit për krijimin e kontaktit për blerjen e lëndës narkotike, ndërkohë një tjetër përdorues, edhe i pa identifikuar, duhet të ketë pasur rolin e furnitorit. Orges Molla, Suel Delezi dhe Ervin Zeqiri, Emri Zeqiraj, Gëzim Thartori, Ekil Nerjaku dhe Artur Shkoza janë lidhje të indritafilit, ku shuriri i pari Elvis Doçit, pra nipi tjetër i Xhevdet Troplinit. Orges Molla, indritafili dhe lidhjet e tyre, si dhe disa shtetas të tjerë, në proces të identifikimi, kanë siguruar, trafikuar dhe shpërndar lëndë narkotike, kryesisht të llojit kokain, heroin dhe hashash, në rrethinën e Barit dhe në vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Pjesë e kësaj linje janë dhe Gëzim Thartori dhe Ekil Nerjaku, aktualisht i akuzuar për një tjetër vepër penale, atë të pjesëmarrjes në atentatin e bërë nga ish prokurorit Arjan Doja në Shkozet të Durrësit në vitin 2019. Ky grup arriti të trafikojë në një periudhë të shkurtër kohore dhe të shpërndaj brenda Italisë një sasi prej 275 kg lëndë narkotike të llojit kokain dhe marijuan. Ndërkohë, nuk mungojnë as bisedat për pakënaqësi të cilësisë së lëndës narkotike, kryesisht mes Ekil Nerjakut dhe Hasan Nerjakut. Diskutimi mbi cilësinë tregon një njohje të mirë të lëndës narkotike, çka e përfshin automatikisht si pjesë e grupit të strukturuar kriminal. Duket se në këtë grup rolet ishin të ndara mjaft mirë, ndërkohë që për secilin nga këto emra, sidomos për ata të cilët nga hetuesit janë konsideruar dhe si koka, ka folur dhe i penduar i drejtësisë shqiptare, Nuredin Dumani. Dumani e konsideron si brutal grupin e troplinëve, po për të, koka e vërtet nuk është as Adi Çoba e as Elvis Doçi. Për të, në krye të kësaj organizate shumë të fuqishme, që italianët e kanë konsideruar dhe si mafia, qëndron Xhevdet Troplini, por nga tërësia e provave të mbledhura, nuk u arrit të vërtetojë përfshirja e këtij të fundit. Mega operacioni Ura u finalizua mëngjesin e 21 majit me kontrolle të ushtruara në Durrës, Fier, Vlorë dhe Tiranë. Pjesë e këtij grupi të goditurish ishin dhe pronar televizionesh, kablor e pronar kompanish transporti, si dhe punonjës policie.